Unë jam rritur me imazhin e Justin Timberlake, po edhe James Blunt. Unë shkova do me të ndija vetëm 2-3 këngë të James Blunt, por unë zakonisht koncertet i shfrytëzoj edhe për të parë pak vëndi, për të bërë pak turizëm. Në sensin që në Shkurt ku unë shkova pash... Një rrugë dy punë. I kombinoj me të dyja, për shumë se kisha parë Bolonjën, me këtë rast pash koncertin, pash edhe Bolonjë, një qytet i vogël i aksesueshëm që shikoj për 24 shumë interesant, dhe me këtë rast pash koncert dhe pash edhe James Blunt. Isha në stadium që isha me Ulsta, ndërkohë tek Justin dhe tek Metallicat ishte në fush, si që kanë ardhur për para shumë vitesh tek ne, nëse të kujtojnë Skorpionsat, që kemi në stadium Dinamo, kështu ishte dhe stadiumi që ishte Justin. Unë shkova në orën 6, a i doli në 9:30, më ka dalë një njoll kafe këtu nga dielli, po nuk ka rëndësi.